për drejt në qarkun e Lezhës, me kolegun ton atje me Elvis Hilën, përsa i përket motit të keq që ka përfshirë Lezhën me era të forta dhe reshje kanë përfshirë qarkun e Lezhës. Si paraqitet situata, a ka problematika, mungesë të energjisë elektrike apo dhe problematika të tjera në tërësi në këtë qark? Përshëndetje Elvis. Ju përshëndes nga Lezhë, Nërtil, në fakt prej disa orësh që gjithë rajoni Lezhës është përfshirë nga moti i keq me reshje shiu, por edhe erë të fortë të cilat kanë krijuar problematika kryesisht me furnizimin me energji elektrike në fshatra. Sipas raportimeve më të fundit, probleme ka patur në fshatrat e njësive administrative të Blinishtit dhe Dajqit në Zadrime, po ashtu edhe në të Kallmetit, por edhe në zonën e Brekut të Matës për shkak të dëmtimit të linjave nga era e fortë e cila ka shoqëruar rajonin e Lezhës që prej mbrëmjes kaluar. Grupet e punës të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Lezhë ndodhen në terren që prej mbrëmjes kaluar. Aktualisht që ne flasim është rikthyer energji elektrike në pjesën më të madhe të territorit, por ka ende probleme në disa zona ku punonësit pavarësisht kushteve atmosferike po punojnë për rikthimin e energjisë, pra për të rikuperuar ato defekte të shkaktuara nga era fort dhe prezenca e reshjeve të shiut dhe për të rikthyer energjinë elektrike për qytetarët dhe bizneset të cilët operojnë në këto zona. Ndërkohë që nga era fort ka patur dallgëzim të lartë edhe në Bregdetin e Shëngjinit, ku kapitaneria portit ju ka kërkuar pra lundruesve, kryesisht peshkatarëve, që të bëjnë kujdes për shkak se dallgëzimi ka shkuar deri në 4-5 ball dhe normalisht përbën rrezik për mjetet e vogla të lundrimit. Gjithsesi, situata po mbahet në monitorim të vazhdueshëm nga strukturat e mbrojtjes civile në të tre bashkitë e qarkut të Lezhës, pasi sipas parashikimeve reshjet e shiut do të jenë prezente në këtë territor edhe në orët në vijim, por ajo çka është problem normalisht është edhe era e fortë që shpeshherë pra krijon probleme në linjat elektrike dhe këto po mbahen në monitorim të vazhdueshëm nga ana punonësve të OSHE-s, që janë vendosur në gatishmëri për të ndërhyrë pra në rast ku ka defekte, siç ishte edhe gjatë mbrëmjes së kaluar, por edhe ditën e sotme ku sërish ka probleme me furnizimin e energji elektrike në disa fshatra për shkak të dëmtimit të linjave nga prezenca e erës së fortë. Ndërkohë, Elvis, sot pritet kemi një intensitet më të lartë të reshjeve në qarkun e Lezhës? Në fakt, intensiteti i reshjeve është besatar, nuk mund të flasim për pra intensitet të lartë, por ajo çfarë është problem është era e cila ka krijuar probleme në linjat elektrike të fshatrave, dhe kjo situatë po mbahet në monitorim të vazhdueshëm nga grupet e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike për të bërë të mundur brenda një kohe të shpejtë pra rikuperimin e defekteve që shkaktohen në rrjet, në qëllim që mos ketë ndërprerje të gjatë të energjisë për konsumatorët, kryesisht për familjarët, por edhe bizneset që operojnë në zonat të ndryshme të Bashkisë së Lezhës, pasi rrjeti i amortizuar elektrik shpeshherë shtyr një shqetësim mjaft të madh në shumë zona të Lezhës, duke bërë që të ngelin në errësirë totale edhe për orë të tëra, pavarësisht se janë kryer disa investime gjatë viteve të fundit, sërish ka problematika pra në disa linja në të cilat nuk është ndërhyrë prej dekadash, dhe sa herë ka mot me reshje shiu apo edhe pak erë ndërpritet energjia elektrike, duke u kthyer në një shqetësim mjaft të madh për banorët. Faleminderit Elvis Hila për gjitha këto informacione që na përcollën nga qarku i Lezhës. Nëse do të ketë problematika më njëherë do të lidhemi me ju. Shkojmë në një hapësirë të shkurtër publike.